Pas kontestimit nga ana e Partisë Demokratike, këtë të shtunë nis numërimi votave të diasporës nga Greqia, janë rreth 15.000 vota që u lanë më janë nga KQZ pas kontestimit të demokratëve, ndërkohë ka përfunduar numërimi votave të ardhura nga shtetet e tjera. Një ditë më parë, kolegji zgjedhor rrëzoi kërkesë padine e Partisë Demokratike që kërkoi shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Administratës Shtetërore KAS për numrin e votave të ardhura nga Greqia. PD kishte kundërshtuar lejimin e numërimit të votave të diasporës, duke konsideruar këtë një shkelje të procedurave, pasi sipas tyre kishin konstatuar problematika në mënyrën e dorëzimit dhe më pas dërgimin e tyre në Shqipëri. Kolegji zgjedhor pas shurtimit të kërkesës e konsideroi të pavlefshëm pretendimin e PD-s, duke konfirmuar vlefshmërinë e numërimit të votave të Greqisë. Më herët edhe Ilirian Celibashi, kreu i KQZ-s, urdhëroi numërimin e 53.000 zarfeve pasi nga verifikimet nuk u gjetën parregullsi në proces dhe kuti, ndaj është detyrim ligjor për të numëruar dhe vlerësuar çdo votë zarf që gjenden në këto kuti. PS kryeson renditje në votat e numëruara të diasporës, duke lënë pas me një diferencë të konsiderueshme Partinë Demokratike.